Në shtëpinë e Big Brother Kosova, pas përplasjes së fortë mes Benitës dhe Elionës, situata mori një kthes edhe më të ashpër kur Ludo vendosi t'i flas Benitës hapur, sy më sy, pa dorashka dhe pa frikë nga pasojat. Ishte një moment i rrallë ku dikush zgjodhi të mos hesh përballë dhimbjes së një tjetre dhe ta quaj gjën me emrin e saj. Ludo i tha Benitës trosh se mënyra se si ajo e shikon Elionën kur ajo vuan është shqetësuese. Unë të shoh ty si e sheh Elionën kur ajo vuan, ju drejtua ai, duke akuzuar se në vend të empatisë, ajo ndjen kënaqësi. Sipas Ludës, kjo sjellje nuk është forcë dhe as lojë, por një mungesë e thellë ndjeshmërie. Ai theksoi se fakti që Benita e përjeton vuajtjen e Elionës si krenari, nuk është asgjë tjetër veç se turp. Deklarata më e fortë erdhi kur Ludo ia tha pa asnjë filtr se nervozizmi dhe mlefi i Benitës vijnë edhe nga xhelozia. Të vjen inat sepse ajo është më e bukur se ti, u shpreh ai, duke ndezur edhe më shumë tensionin në shtëpi. Këto fjalë ranë si bombë, jo vetëm për Benitën, por për të gjithë banorët që po ndiqnin skenën në heshtje. Ky moment shënoi një pikë kthese në dinamikën e lojës. Për herë të parë, Benita nuk ishte ajo që sulmonte, por ajo që u vu përballë pasqyrës së sjelljes së saj. Ndërkohë, Eliona, edhe pse e lënduar nga gjithë situata, u pa nga shumë kush si figura që po përballon presionin më të madh emocional në shtëpi. Reagimi i Ludës u interpretua nga publiku si një mbrojtje e sinqertë, jo thjesht e Elionës, por e dinjitetit njerëzor. Në rrjetet sociale, ky moment shpërtheu menjëherë. Shumë shikues e quajtën Ludon zëri i arsyes dhe e vlerësuan guximin e tij për t'i thënë gjërat hapur, ndërsa të tjerë diskutuan ashpër mbi sjelljen e Benitës, duke e konsideruar të ftohtë dhe pa ndjeshmëri. Debati kaloi për te individëve dhe u shndërrua në një diskutim më të gjerë për solidaritetin, xhelozinë dhe mënyrën se si gratë shpesh sulmohen pikërisht nga gratë të tjera. Në fund, kjo skenë tregoi pse Big Brother Kosova. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, tensionet dhe emocionet janë gjithmonë në nivel të lartë, por debati i fundit mes Elionës dhe Benitës ishte një nga momentet më të forta dhe më të komentuara të këtij edicioni. Një përplasje që nuk mbeti vetëm në nivel fjalësh, por u shndërrua në një shpërthim emocional, ku Eliona vendosi të flas hapur, pa filtra, duke treguar anën e saj më njerëzore dhe më të sinqertë. Pas debatit të ashpër me Benitën, Eliona shpërtheu duke thënë: "Unë nuk jam njeri perfekt, edhe unë bëj gabime, por kjo nuk do të thotë që duhet të më flitet apo të më gjykohet me ato fjalë që nxjerr Benita nga goja." Kjo deklarat preku jo vetëm banorët brenda shtëpisë, por edhe publikun jashtë saj, sepse shumë shikues e pan veten në fjalët e Elionës. Ajo nuk u përpoq të paraqitej si e pagabueshme, por si një njeri real, me ndjenja, dobësi dhe limite. Debati mes dy vajzave nxori në pa dallimin e madh në mënyrën e komunikimit. Ndërsa Benita përdori një gjuhë më të ashpër, provokuese dhe shpesh fyese, Eliona reagoi nga një pikë emocionale, duke kërkuar respekt dhe mirëkuptim. Ky moment tregoi se në Big Brother Kosova nuk janë vetëm strategjitë ato që përcaktojnë rrugëtimin e një banori, por edhe mënyra se si ai përballet me konfliktet dhe si mbron veten pa humbur identitetin. Shpërthimi i Elionës ishte një kujtesë e fortë se presioni brenda shtëpisë është ekstrem. Izolimi, mungesa e familjes, kamerat 24 orë dhe gjykimi i vazhdueshëm nga publiku e bëjnë çdo fjalë më të rëndë dhe çdo debat më të dhimbshëm. Në këtë kontekst, reagimi i saj u pa nga shumë shikues si justifikuar dhe i ndershëm. Ajo nuk kërkoi të sulmonte, por të shpjegonte se gabimet njerëzore nuk i japin askujt të drejtën të ofendojë apo të ulë tjetrin. Ky moment hapi edhe një debat më të gjerë në rrjetet sociale, deri ku shkon loja dhe ku fillon mungesa e respektit. Big Brother Kosova shpesh teston kufitë e durimit dhe etikës, dhe përplasja e Eliona, Benita u kthye në një shembull të qartë se sa e Alba shfaq xhelozi hapur në mes të emisionit. "Ti shije vajzat e tjera nga fustani, nuk më shije mua." Një nga momentet më të tensionuara dhe emocionale brenda shtëpisë së Big Brother Kosova ndodhi gjatë natës së vitit të ri, kur Alba nuk arriti të fshehë xhelozinë dhe reagoi hapur ndaj Ludos. Situata mori një kthes dramatike kur ajo u shpreh se ndiheja anashkaluar dhe se vëmendja e Ludos ishte e drejtuar tek vajzat e tjera, duke e lënë atë jashtë syrit të tij. "Ti shije vajzat e tjera nga fustani, nuk më shije mua," tha Alba me sinqeritet dhe ndjeshmëri, duke treguar ndjenjat e saj të vërteta dhe frustrimin që kishte ndjerë për një kohë. Fjalët e saj u shoqëruan me emocion të dukshëm, ndërsa banorët e tjerë ndoqën momentin me vëmendje, duke kuptuar se kjo nuk ishte një debate strategjike, por një reagim emocional i thellë. Ludo, i befasuar nga hapësira e drejtpërdrejtë që Alba mori për të shprehur xhelozinë,
U përpoq të qetësoj situatën. Është e vërtet, ashtu ka ndodhur, tha ai, duke pranuar atë që Alba po thoshte. Ai shtoi gjithashtu, dini çfarë bëni kështu si një çift, duke vënë në dukje tensionin dhe ndërlikimin e marrëdhënieve mes tyre. Ky incident solli një ndërlikim të emocioneve brenda shtëpisë. Banorët e tjerë u përpoqën të ndërhynin me qetësi, por situata ishte e ngarkuar me ndjenja të papërpunuara. Dhe debati mes Albës dhe Ludos u intensifikua. Të gjithë e panë se si një moment festiv, si nata e vitit të ri, mund të shndërrohet në një skenë ku emocionet personale dalin në sipërfaqe dhe tensionet e nënkuptuara nuk mund të mbahen më. Publiku reagoi menjëherë, duke komentuar situatën dhe duke diskutuar në rrjetet sociale për sinqeritetin dhe xhelozinë e Albës. Shumë e përshkruan këtë si një nga momentet më njerëzore dhe reale të këtij sezoni, duke treguar se pavarësisht lojës, ndjenjat e vërteta nuk mund të fshihen. Ky episod është një shembull i qartë se brenda Big Brother Kosova nuk janë vetëm strategjitë dhe lojrat, por edhe ndjenja. Alba flet për Ludon, me ka premtuar, por nuk është vënë re nga kamerat. Një nga momentet më të ndjeshme dhe të diskutueshme brenda shtëpisë së Big Brother Kosova ka ndodhur kur Alba ka folur hapur për Ludon dhe marrëdhënien e tyre. Ajo ka treguar se Ludo i ka bërë premtime, por ato nuk janë regjistruar apo vënë re nga kamerat, dhe për këtë arsye situata ka mbetur e paqartë për publikun. Me ka premtuar, por nuk është vënë re nga kamerat për ta bërë të madhe, tha Alba, duke treguar sinqeritetin e saj dhe duke shpjeguar se disa situata brenda shtëpisë nuk arrin gjithmonë në publik, megjithse janë të rëndësishme për banorët. Ajo shtoi se nuk ka dashur të krijojë skenar apo polemika, por thjesht po shprehte realitetin e ndjenjave të saj dhe marrëdhënies me Ludon. Alba theksoi gjithashtu se ka qenë e qartë dhe e hapur me banorët e tjerë për lidhjen e tyre, duke përjashtuar çdo keqkuptim. Una ju kam thënë në fakt edhe banorëve që jemi në një lidhje. Sasa, jo ti po gënjen, u shpreh ajo, duke treguar vendosmërinë për të qartësuar çdo situatë dhe për të vendosur sinqeritetin mbi interpretimet apo spekulimet. Ky rrëfim risolli në fokus një nga temat më të ndjeshme të këtij sezoni, se si emocionet, premtimet dhe marrëdhëniet mes banorëve shpesh nuk regjistrohen nga kamerat, por ndikojnë thellë në dinamikën e brendshme të shtëpisë. Alba, me këtë qartësi, tregoi gatishmërinë për të marrë përgjegjësi për ndjenjat e saj dhe për të mos lejuar që keqkuptimet të zhvillohen pa u sqaruar. Banorët e tjerë ndoqën situatën me vëmendje, ndërsa disa shprehen mbështetje dhe kuptim për sinqeritetin e Albës. Ky moment tregoi se pavarësisht intrigave, lojës dhe strategjive që zhvillohen brenda Big Brother, ndjenja personale dhe marrëdhëniet e vërteta kanë gjithmonë rëndësi dhe ndikojnë në atmosferën e përgjithshme. Publiku gjithashtu reagoi me interes, duke diskutuar në rrjetet sociale për deklaratën e Albës dhe për marrëdhënien e saj me Ludon. Shumë e vlerësuan hapësirën dhe sinq. Toni për Albën, empatia jote ka me të hëngër një ditë, ti nxjerr vetëm vrerë nga goja. Një debat i fortë dhe me emocione të tensionuara ka ndodhur brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, ku Toni ka përdorur fjalë të rënda për Albën, duke reflektuar frustrimin dhe ndjenjat e tij të akumuluara. Në një moment të hapur dhe të ndjeshëm, ai i tha asaj: empatia jote ka me të hëngër një ditë, ti nxjerr vetëm vrerë nga goja. Kjo deklarat erdhi pas disa përplasjeve të mëparshme midis tyre, ku tensioni dhe keqkuptimet duket se kishin arritur kulmin. Toni, i cili ka qenë gjithmonë i hapur për ndjenjat e tij dhe mënyrën se si e percepton lojën dhe bashkëbanorët, shprehu hapur zhgënjimin e tij për mënyrën se si Alba reagonte dhe komunikonte me të dhe me të tjerët. Fjalët e tij nuk ishin thjesht një reagim impulsiv, por rezultuan nga një ndjesi e akumuluar gjatë kohës, kur ai ndjeu se ndërveprimet e saj nuk reflektonin empati apo sinqeritet, por shpesh sjellje kritike dhe shpërthyese. Toni vuri në dukje se ndonjëherë fjalët e Albës nxirrnin vetëm tension dhe negativitet, duke e bërë komunikimin të vështirë dhe situatat më të ndërlikuara. Ky moment u ndoq me vëmendje nga banorët e tjerë, të cilët u përpoqën të kuptonin se sa i tensionuar ishte situata dhe pse Toni e shprehu frustrimin në atë mënyrë. Debati mes tyre tregon kompleksitetin e marrëdhënieve brenda shtëpisë së Big Brother, ku emocioni dhe strategjia shpesh përzihen, duke krijuar përplasje dhe deklarata të forta. Publiku reagoi me interes, duke diskutuar në rrjetet sociale për fjalët e Tonit dhe për mënyrën se si kjo reflekton ndjenjat e thella të frustrimit dhe zhgënjimit. Disa e kuptuan si një sinjal se edhe njerëzit më të durueshëm mund të arrijnë limitet e tyre emocionale, ndërsa të tjerë komentuan mbi rëndësinë e komunikimit dhe kontrollit të fjalëve brenda lojës.
Ky moment i tonit ndaj Albës është një kujtesë e qartë se Big Brother nuk është vetëm një lojë strategjike, por edhe një test i vërtet i ndjenjave. Big Brother Kosova, lojtarët, strategjitë dhe dinamika e marrëdhënieve. Big Brother Kosova është më shumë se një program televiziv, është një laborator social ku çdo veprim, çdo fjalë dhe çdo heshtje ka rëndësi. Një nga aspektet më interesante të sezonit të fundit është mënyra se si lojtarët ndërveprojnë me njëri tjetrin dhe si strategjitë e tyre personale shpesh reflektojnë thënjet e famshme të diturisë popullore: sa më shumë i largohesh, aq më shumë bëhet budallaq. Në shtëpinë e Big Brother, kjo shprehje shihet qartë tek djemtë e rinj që përpiqen të dallojnë mes misive të vërteta dhe manipulimeve strategjike. Ata që nuk janë të lidhur emocionalisht me të tjerët shpesh duket se humbasin kontrollin e situatës dhe bëhen të lehtë të manipulueshëm. Në të njëjtën kohë, lojtarët që e kuptojnë këtë mekanizëm përdorin largësinë dhe heshtjen si një mjet për të kontrolluar dinamika të tjera brenda shtëpisë. Një element tjetër i rëndësishëm është roli i personazheve që nuk flasin shumë. Edhe pse duket se ata nuk japin asgjë nga goja, heshtja e tyre shpesh është më e fuqishme se çdo fjalë. Shikuesit dhe lojtarët e tjerë kuptojnë se nuk ka nevojë të nxitohen nga ata që janë të heshtur. Përkundrazi, kjo heshtje shpesh ruan një lloj strategjie të fshehtë që mund të zbulohen vetëm në momentin e duhur. Kjo krijon një tension të vazhdueshëm në shtëpi, sepse lojtarët nuk dinë se çfarë po mendojnë apo si do të veprojnë. Big Brother Kosova nuk është thjesht një lojë e njohjes dhe eliminimit, ajo është një pasqyrë e marrëdhënieve njerëzore, strategjive sociale dhe psikologjisë së grupit. Sa më shumë të përpiqesh të kontrollosh një situatë, aq më shumë të jepet mundësia që të bëhesh budallaq në sytë e të tjerëve. Kjo është mësimi kryesor që shfaqja ofron: mbajtja e qetësisë, vëzhgimi i situatës dhe strategjia janë më të rëndësishme se fjalët e menjëhershme dhe emocionet e paralizuara. Në fund, shikuesit ndjekin Big Brother jo vetëm për dramën apo eliminimet javore, por banorët përcjellin me lot sasën para operacionit të vështirë jashtë vendit. Një moment shumë prekës ka ndodhur së fundmi brenda shtëpisë së Big Brother, duke lënë banorët dhe publikun me emocione të forta. Sasha, e cila do të niset jashtë vendit për të kryer një operacion të vështirë, u përcoll nga të gjithë me lot dhe fjalë mbështetëse, duke treguar lidhjen e fortë njerëzore që ka krijuar brenda shtëpisë para nisjes për trajtim. Atmosfera ishte e mbushur me emocione të përziera, mall, shqetësim dhe shpresë. Banorët u mblodhen pranë saj për të shprehur mbështetjen e tyre, për ta ngushëlluar dhe për t'i dhënë forcë në këtë moment delikat. Lotët nuk mund të mbaheshin, ndërsa secili shprehte me fjalë të thjeshta, por të ngrohta, dëshirën që operacioni të kalojë pa probleme dhe që Sasha të rikthehet të shëndosh pranë tyre dhe familjes. Sasha vetë u duke emocionuar dhe e prekur nga gjithë ky vëmendje. Ajo falenderoi banorët për mbështetjen dhe dashurinë, duke theksuar se kjo i jep forcë për t'u përballur me sfidën e ardhshme. E di që nuk do të jem vetëm, edhe pse operacioni është i vështirë. Fjalët tuaja dhe përqafimet e bëjnë këtë moment më të lehtë për mua, u shpreh ajo, ndërsa lotët i mbushën syt. Ky moment tregoi se pavarësisht lojës, strategjive dhe konkurrencës, lidhjet brenda shtëpisë janë të vërteta dhe ndjenja e solidaritetit mund të bëhet një burim i jashtëzakonshëm force. Banorët e kuptuan rëndësinë e këtij momenti dhe refuzuan çdo debat apo përplasje, duke e vendosur mbështetjen njerëzore mbi çdo gjë tjetër. Publiku, nga ana e tij, e ndoqi këtë skenë me emocione të forta. Shumë kanë reaguar në rrjetet sociale duke shprehur solidaritet dhe urime për shërim të shpejtë, ndërsa disa e kanë cilësuar këtë si një nga momentet më të bukura dhe më njerëzore të këtij sezoni të Big Brother. Sasia e mbështetjes dhe emocionit që Sasha mori nga banorët dhe nga publiku tregon se sfidat e vërteta të jetës nuk harrohen brenda lojës. Operacioni i ardhshëm, ndonëse. Valdrin Saiti u drejtohet ndjekësve të Bianit, mesazh motivues për sfidat e OnlyFans. Valdrin Saiti ka dhënë një mesazh të fuqishëm dhe motivues për Bianin dhe për të gjithë ata që ndjekin rrugët e tyre në platformën OnlyFans. Me fjalë të hapura dhe me një ton mbështetës, ai ka theksuar se Bian nuk ka bërë dëm askujt dhe se çdo sfidë dhe pengesë që ka hasur nuk e definojnë si person. Ti hyre aty nga zori, nga dhuna, por nuk i ke bërë keq askujt, tha Valdrin, duke treguar se vështirësitë dhe rrethanat nuk e kanë ulur integritetin dhe dinjitetin e saj. Ai shtoi se jeta shpesh të përplas me situata të paparashikueshme dhe të vështira, dhe se jo gjithmonë gjërat shkojnë ashtu si do ti. Jeta dhe rrethanat të përplasin kudo.
Nganjëherë nuk është si të duash ti, është si të vjen, shpjegoi ai, duke e bërë të qartë se shumë sfida janë të jashtme dhe nuk lidhen me vendimet e vet individit. Mesazhi i Valdrinit nuk ishte vetëm një përkujtesë për vështirësitë, por edhe një ftesë për të mbajtur forcën dhe besimin në vetvete. Ai nënvizoi se pavarësisht pengesave dhe presioneve të jashtme, mënyra se si vepron dhe se si mban integritetin e saj mbetet pjesa më e rëndësishme e identitetit të një personi. Mos lejo që gjërat që nuk i ke zgjedhur ti të përcaktojnë, tha Valdrin, duke i dhënë Bianit dhe ndjekësve të saj një mesazh të fuqishëm mbështetjeje. Ai shtoi se çdo sfidë, çdo përplasje dhe çdo vështirësi janë mundësi për rritje dhe forcim, dhe se mënyra se si i përballon ato do të tregojë forcën e saj të vërtetë. Ky mesazh ka një rëndësi të veçantë jo vetëm për Bianin, por për të gjithë ata që ndodhen në situata të ngjashme, kur jeta nuk shkon sipas dëshirave dhe planet nuk realizohen siç i ke menduar. Fjalët e Valdrinit shërbejnë si një kujtesë se integriteti, qenia e mirë dhe besimi në vetvete janë ato që mbeten të pandryshueshme, pavarësisht nga rrethanat dhe sfidat që mund të hasësh. Mesazhi përfundon me një thirrje të qartë: të pranosh sfidat, të kuptosh rre. Alba shfaq xhelozi hapur në mes të emisionit. Ti shije vajzat e tjera nga fustani, nuk më shije mua. Një nga momentet më të tensionuara dhe emocionale brenda shtëpisë së Big Brother Kosova ndodhi gjatë natës së vitit të ri, kur Alba nuk arriti të fshehë xhelozin dhe reagoi hapur ndaj Ludos. Situata mori një kthes dramatike kur ajo u shpreh se ndiheja anashkaluar dhe se vëmendja e Ludos ishte e drejtuar tek vajzat e tjera, duke e lënë atë jashtë syrit të tij. Ti shije vajzat e tjera nga fustani, nuk më shije mua, tha Alba me sinqeritet dhe ndjeshmëri, duke treguar ndjenjat e saj të vërteta dhe frustrimin që kishte ndjerë për një kohë. Fjalët e saj u shoqëruan me emocion të dukshëm, ndërsa banorët e tjerë ndoqën momentin me vëmendje, duke kuptuar se kjo nuk ishte një debate strategjike, por një reagim emocional i thellë. Ludo, i befasuar nga hapësira e drejtpërdrejtë që Alba mori për të shprehur xhelozin, u përpoq të qetësoj situatën. Është e vërtet, ashtu ka ndodhur, tha ai, duke pranuar atë që Alba po thoshte. Ai shtoi gjithashtu: dini çfarë bëni kështu si një çift, duke vënë në dukje tensionin dhe ndërlikimin e marrëdhënieve mes tyre. Ky incident solli një ndërlikim të emocioneve brenda shtëpisë. Banorët e tjerë u përpoqën të ndërhynin me qetësi, por situata ishte e ngarkuar me ndjenja të papërpunuara. Dhe debati mes Albës dhe Ludos u intensifikua. Të gjithë e panë se si një moment festiv, si nata e vitit të ri, mund të shndërrohet në një skenë ku emocionet personale dalin në sipërfaqe dhe tensionet e nënkuptuara nuk mund të mbahen më. Publiku reagoi menjëherë, duke komentuar situatën dhe duke diskutuar në rrjetet sociale për sinqeritetin dhe xhelozinë e Albës. Shumë e përshkruan këtë si një nga momentet më njerëzore dhe reale të këtij sezoni, duke treguar se pavarësisht lojës, ndjenjat e vërteta nuk mund të fshihen. Ky episod është një shembull i qartë se brenda Big Brother Kosova nuk janë vetëm strategjitë dhe lojrat, por edhe ndjenja. Ludo bën deklaratë të fortë: "Nik më pëlqen, Alba për mua ka vdekur." Një moment i fuqishëm dhe i papritur ka ndodhur së fundmi brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, ku Ludo ka bërë një deklaratë të hapur dhe të drejtpërdrejtë për ndjenjat dhe fokusin e tij. Ai tha se, pavarësisht perceptimeve të mëparshme dhe diskutimeve brenda shtëpisë, Albën nuk e konsideron më pjesë të interesit të tij emocional. Nik më pëlqen, Alba për mua ka vdekur. Deklarata e Ludos erdhi gjatë një bisedë ku ai shpjegoi gjithashtu se fokusin e tij të vërtet e ka tek Hygerta. Fokusi im është te Hygerta. Ajo është moderatore simpatike, e dashur dhe e ëmbël, që më pëlqen që nga viti 1996. Shtoi ai, duke treguar se ndjenja e tij nuk është e rastësishme, por rrjedh nga një respekt dhe admirim i gjatë. Ky moment ka lënë banorët e tjerë të befasuar, pasi Ludo nuk kishte qenë gjithmonë kaq i hapur me ndjenjat e tij dhe deklaratat për Albën. Ai përdori fjalë të forta dhe të qarta për të shprehur distancimin dhe vendosmërinë e tij që të mos lejojë keqkuptime apo interpretime të gabuara mbi marrëdhënien e tyre. Alba për mua ka vdekur, shtoi Ludo, duke treguar se pavarësisht historikut të situatave brenda shtëpisë dhe debatet e mëparshme, për të nuk ka më ndjenja të mbartura ndaj saj. Deklarata u shoqërua me një qartësi që nuk lejoi interpretim të dyfishtë. Duke vendosur limite të qarta dhe duke shënuar një kthes të rëndësishme në dinamikën mes tyre, banorët e tjerë ndoqën me vëmendje dhe disa shprehen habi, ndërsa të tjerë kuptuan rëndësinë e këtij momenti. Një nga sfidat më të mëdha në Big Brother Kosova është menaxhimi i ndjenjave dhe transparenca me bashkëbanorët.
Ludo, me këtë deklarat, tregoi se është i vetëdijshëm për ndjenjat e tij dhe nuk ka ndërmend t'i mbajë ato të paqarta apo të manipulueshme nga situatat e lojës. Publiku reagoi menjëherë në rrjetet sociale, ku shumë ndjekës shprehen habi për deklaratën e fortë dhe qartësinë e Ludos, ndërsa disa e komentuan si një shembull të vë. Toni emocionohet për momentin me Albën. Asnjëherë nuk kam qenë më i prekur se atë ditë kur Alba hodhi bombën, në një nga bisedat më të hapura dhe emocionale brenda shtëpisë së Big Brother. Toni ka folur për një nga momentet më të forta që ka përjetuar me Albën. Ai ka pranuar se reagimi i saj dhe situata e krijuar atë ditë e kanë lënë pa fjalë dhe se ndjenja e prekurjes ishte e papërshkrueshme. Asnjëherë në jetën time nuk kam qenë më i prekur se atë ditë kur Alba hodhi bombën, tha Toni, duke treguar se reagimi i Albës nuk ishte vetëm i papritur, por edhe shumë i fortë emocionalisht. Ai theksoi se nuk kishte pasur asnjë skenar apo pritshmëri, dhe se situata e atëhershme e ka lënë të hutuar dhe pa tekst. Toni krahasoi atë moment me eksperienca të tjera të jetës së tij dhe madje edhe me situata të krijuara në filma ose skenar të ndryshëm që ai ka bërë në të kaluarën. Ai tha se asnjë prej tyre nuk mund të krahasohet me atë çfarë përjetoi kur u përball me bombën e Albës, një kombinim të papritur të emocioneve dhe të ndjeshmërisë së situatës, edhe pse Alba i ka kërkuar falje për mënyrën se si veproi. Toni tha se ai e vlerëson këtë si një reflektim dhe një shenjë të pjekurisë së saj, por gjithsesi nuk e ka harruar dhimbjen që ndjeu. Ai shtoi se e respekton Albën si femër dhe e kupton që gabimet dhe momentet e tensionuara mund të ndodhin. Por kjo nuk e heq ndjesinë e fortë që ai përjetoi atë ditë. Ky rrëfim tregon një nga aspektet më të ndjeshme të Big Brother, mënyrën se si situatat e papritura mund të krijojnë emocione shumë të forta, dhe se si lidhjet dhe perceptimet midis banorëve formohen jo vetëm nga fjalët, por edhe nga reagimet emocionale të papritura. Toni, me sinqeritetin e tij, ka treguar një pjesë të rëndësishme të brendësisë së tij, duke i dhënë publikut një pasqyrë të thellë mbi atë çfarë ndodh kur emocioni të i kalon lojën. Banorët e tjerë ndoqën me vëmendje rrëfimin e Tonit, duke ndjerë dhe shpërndar emocionet e forta që përshkonin dhomën. Ky moment. Toni për Albën, empatia jote ka me të hëngër një ditë, ti nxjerr vetëm brer nga goja. Një debat i fortë dhe me emocione të tensionuara ka ndodhur brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, ku Toni ka përdorur fjalë të rënda për Albën, duke reflektuar frustrimin dhe ndjenjat e tij të akumuluara. Në një moment të hapur dhe të ndjeshëm, ai i tha asaj, empatia jote ka me të hëngër një ditë, ti nxjerr vetëm brer nga goja. Kjo deklarat erdhi pas disa përplasjeve të mëparshme midis tyre, ku tensioni dhe keqkuptimet duket se kishin arritur kulmin. Toni, i cili ka qenë gjithmonë i hapur për ndjenjat e tij dhe mënyrën se si e percepton lojën dhe bashkëbanorët, shprehu hapur zhgënjimin e tij për mënyrën se si Alba reagonte dhe komunikonte me të dhe me të tjerët. Fjalët e tij nuk ishin thjesht një reagim impulsiv, por rezultuan nga një ndjesi e akumuluar gjatë kohës, kur ai ndjeu se ndërveprimet e saj nuk reflektonin empati apo sinqeritet, por shpesh sjellje kritike dhe shpërthyese. Toni vuri në dukje se ndonjëherë fjalët e Albës nxirrnin vetëm tension dhe negativitet, duke e bërë komunikimin të vështirë dhe situatat më të ndërlikuara. Ky moment u ndoq me vëmendje nga banorët e tjerë, të cilët u përpoqën të kuptonin se sa i tensionuar ishte situata dhe pse Toni e shprehu frustrimin në atë mënyrë. Debati mes tyre tregon kompleksitetin e marrëdhënieve brenda shtëpisë së Big Brother, ku emocioni dhe strategjia shpesh përzihen, duke krijuar përplasje dhe deklarata të forta. Publiku reagoi me interes, duke diskutuar në rrjetet sociale për fjalët e Tonit dhe për mënyrën se si kjo reflekton ndjenjat e thella të frustrimit dhe zhgënjimit. Disa e kuptuan si një sinjal se edhe njerëzit më të durueshëm mund të arrijnë limitet e tyre emocionale, ndërsa të tjerë komentuan mbi rëndësinë e komunikimit dhe kontrollit të fjalëve brenda lojës. Ky moment i Tonit ndaj Albës është një kujtesë e qartë se Big Brother nuk është vetëm një lojë strategjike, por edhe një test i vërtetë i ndjenjave. Alba i jep rrugë Ludos dhe vendos limite. Nga sot e tutje me mua nuk ka punë. Një nga momentet më të forta dhe të diskutueshme në Big Brother Kosova ka ndodhur kur Alba vendosi të marrë kontrollin e situatës me Ludon, duke treguar qartë se nuk do të tolerojë më sjellje që e shqetësojnë ose e komprometojnë. Në një reagim të drejtpërdrejtë dhe emocional, ajo i tha Ludos se nga sot e tutje me mua nuk ka punë, duke vendosur limite të qarta për marrëdhënien dhe bashkëpunimin mes tyre. Situata arriti kulmin pas disa debatave dhe keqkuptimeve që kishin ndodhur gjatë ditëve të fundit brenda shtëpisë. Ludo kishte ndërhyrë në disa dinamika të Albës,
duke e vendosur atë në situata që ndonjëherë e bënin të ndjejë e pavlerësuar ose e humbur në lojë. Për Alban, ky ishte momenti për të shprehur hapur ndjenjat e saj dhe për të treguar se nuk do të lejojë që kufitë e saj personal të shkelin. Në një nga momentet më të tensionuara, Alba madje arriti të puthi Hygertën, duke treguar se prioritetet dhe emocionet e saj personale nuk do të jenë më të ndikuara nga ludo. Ky veprim u interpretua si një mënyrë për të treguar autonominë e saj dhe vendosmërinë për të qëndruar besnike ndaj vetes dhe ndjenjave të saj. Banorët e tjerë ndoqën situatën me vëmendje dhe disa u ndjen të befasuar nga vendosmëria e Albës. Ky moment u bë një nga ato që tregojnë se brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, lojtarët jo vetëm konkurrojnë për fitore, por edhe për respekt dhe vendosjen e kufive personal. Alba, me veprimin e saj, tregoi se përtej lojës ekzistojnë ndjenja dhe limite që nuk mund të injorohen. Publiku reagoi menjëherë në rrjetet sociale, duke komentuar vendosmërinë e Albës dhe mënyrën se si ajo menaxhoi situatën. Shumë ndjekës vlerësuan qartësinë dhe maturinë e saj në vendosjen e kufive, duke e cilësuar këtë si një nga momentet më të forta të këtij sezoni. Disa komentues shtuan se vendimi i Albës për të vendosur distancë ndaj ludos është një mesazh për të gjithë, brenda lojës ka gjithëm. Eliona lexon letrën për baban, gëzuar vitin e ri, po flas me zë të vogël që të më dëgjoni me dhimbje. Një nga momentet më prekse të këtij sezoni të Big Brother Kosova erdhi kur Eliona lexoi letrën e saj për baban. Me një zë të ulët dhe të dridhur, ajo u përpoq të shprehë ndjenjat e saj më të thella, ndërsa secili fjalë e saj mbarte emocione dhe reflektime të sinqerta për jetën, familjen dhe vetveten. Gëzuar vitin e ri, po flas me zë të vogël që të më dëgjoni me dhimbje, shkroi Eliona, duke treguar se mesazhi nuk ishte thjesht një urim festiv, por një rrëfim i hapur dhe i ndjeshëm mbi gjendjen e saj emocionale. Ajo pranoi se nuk ndihej mirë, por theksoi se është ajo që është dhe se fal mbështetjes dhe dashurisë së familjes dhe publikut, ka arritur të qëndrojë fort. Letra u lexua nga babai i saj, duke e bërë momentin edhe më të veçantë dhe të prekshëm. Çdo fjali u shpërnda me kujdes, ndërsa babai e dëgjoi me vëmendje dhe emocion, duke kuptuar thellësinë e ndjenjave që ajo dëshironte të transmetonte. Për Elionën, kjo ishte një mënyrë për të ndarë emocionet e saj më intime dhe për t'i treguar babait sa shumë e ka vlerësuar mbështetjen e tij dhe dashurinë e tij gjatë kohës brenda shtëpisë. Mesazhi i saj përmbante një reflektim mbi veten. Ajo pranoi dobësitë dhe sfidat që ka përballuar, por po ashtu tregoi forcën dhe vendosmërinë që ka marrë nga lidhjet e saj më të afërta. Nuk jam mirë, sepse jam ajo që jam, fal jush, shkroi ajo, duke e bërë të qartë se çdo hap që bën, çdo emocion dhe çdo përpjekje përballon së bashku me mbështetjen e familjes. Ky moment u ndoq me emocion edhe nga banorët e tjerë të shtëpisë, të cilët u prekën nga sinqeriteti dhe ndjeshmëria e Elionës. Lotët dhe heshtja e përbashkët treguan se kjo ishte një nga ato situata ku loja mbetet në sfond dhe vendin e saj e zë realiteti i ndjenjave të vërteta dhe lidhjet familjare. Publiku reagoi po ashtu me shumë mbështetje dhe simpati, duke e konsideruar këtë një nga skenat më prekse të k. Labi emocionohet kur shef familjarët që marrin zarfin me urimin e tij për vitin e ri. Një moment i veçantë dhe shumë prekës ka ndodhur së fundmi brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, duke lënë banorët dhe publikun me emocione të forta. Labi, një nga banorët më të dashur për publikun, ka marrë një moment të rrallë lidhjeje me familjen e tij, kur ata morën zarfin që ai kishte përgatitur me një urim të veçantë për vitin e ri. Kur familjarët e tij hapën zarfet dhe lexuan mesazhet e përzgjedhura nga Labi, emocioni ishte i dukshëm dhe i ndjerë në çdo gest. Labi u shfaq i prekur, sytë e tij u mbushën me lot, ndërsa fytyra tregonte lumturinë, krenarinë dhe dashurinë që ndjente për të dashurit e tij. Ky moment u bë një nga më të veçantët e këtij sezoni, duke treguar anën njerëzore dhe të ndjeshme të një banori që përpiqet të mbajë ekuilibrin mes lojës dhe jetës personale. Urimi që Labi kishte përgatitur nuk ishte thjesht një fjalë për vitin e ri, por një mesazh i mbushur me dashuri dhe reflektim mbi vitin që po lëshonte pas dhe mbi shpresat për vitin që po fillonte. Ai kishte zgjedhur fjalët me kujdes, duke shprehur ndjenja të thella për familjen dhe duke treguar se sa shumë ata kanë rëndësi për të, pavarësisht se ndodhet brenda një loje ku çdo ditë është sfidë dhe tension. Reagimet e familjarëve ishin po aq prekse sa ato të Labit. Ata u emocionuan dhe disa nuk mundën të mbajnë lotët, duke treguar se mesazhi kishte arritur thellë tek zemrat e tyre. Për Labin, ky moment ishte një kujtesë se, edhe pse loja është intensive dhe sfiduese, lidhjet familjare mbeten burimi më i madh i forcës dhe motivimit. Banorët e tjerë u mblodhen pranë tij, duke ndjerë dhe shpërndar emocionet që përshkonin dhomën.
Shumë prej tyre shprehen respekt dhe mbështetje për momentin intim dhe të ndjeshëm, duke kuptuar se pas strategjive dhe lojës ekzistojnë ndjenja të thella dhe lidhje të palkundura. Publiku gjithashtu reagoi menjëherë, duke ndarë mesazhe mbështetëse dhe duke theksuar se ky moment Sasa njofton largimin për vizitat jashtë shtetit. Çdo janar i bëj dhe kështu vendosa të dalë. Një lajm i rëndësishëm dhe i pritshëm ka ardhur së fundmi nga shtëpia e Big Brother Kosova, ku Sasa ka bërë të ditur se do të largohet për vizita jashtë shtetit. Ajo ka shpjeguar se ky është një proces rutin që ajo e bën çdo vit në muajin janar, dhe se vendimi për të dalë nga shtëpia ka ardhur natyrshëm dhe i menduar mirë. Dinit që do largohen për vizitat jashtë shtetit. Çdo janar i bëj dhe kështu vendosa të dalë, ka thënë Sasa, duke treguar transparencë dhe hapësirë për të sqaruar banorët dhe publikun për arsyet e largimit të saj. Vendimi i saj u prit me emocione të përziera brenda shtëpisë, ndërsa banorët e tregonin mbështetjen dhe shqetësimin e tyre për mikeshën dhe kolegen e tyre. Sasa ka shpjeguar se vizitat jashtë shtetit janë pjesë e një trajtimi mjekësor dhe kujdesi ndaj shëndetit të saj, që kërkon monitorim dhe trajtim periodik. Ajo theksoi se largimi nuk ka të bëjë me lojën apo situata të tjera brenda Big Brother, por është një nevojë personale dhe e domosdoshme. Banorët reaguan menjëherë, duke e përcjellë me përqafime dhe mbështetje, ndërsa emocioni i ndarjes bëri që disa të mos mund të mbajnë lotët. Atmosfera ishte e ngarkuar me emocione, ndërsa secili tregonte dëshirën që Sasa të kthehet e shëndosh dhe e gatshme për të vazhduar rrugëtimin e saj brenda shtëpisë. Ky moment tregoi një nga anët më njerëzore të Big Brother Kosova, pavarësisht konkurrencës dhe lojës. Lidhjet midis banorëve dhe mbështetja e tyre për njëri tjetrin janë të vërteta dhe të sinqerta. Largimi i Sasës për vizita mjekësore risolli në parëndësinë e kujdesit ndaj shëndetit dhe forcës që të jep mbështetja e njerëzve të dashur. Publiku gjithashtu reagoi me mesazhe mbështetëse dhe urime për shëndetin e Sasës. Shumë kanë theksuar se e kuptojnë vendimin dhe se shëndeti duhet të jetë gjithmonë prioriteti i parë, edhe mbi lojën dhe emocionet brenda shtëpisë, ndërsa Sasa përgatitet të largo. Letra prekse e fjollës për Hemën në natën e vitit të ri. Ju jeni forca ime, për dy vajzat e mia jetoj dhe marr frym. Nata e vitit të ri në shtëpinë e Big Brother u shndërrua në një nga momentet më të ndjera dhe emocionale të këtij sezoni. Mes urimeve, reflektimeve dhe mendimeve për familjen, fjolla preku zemrat e të gjithëve me një letër të sinqertë dhe plot ndjenje drejtuar Hemës, duke treguar anën më të ndjeshme dhe njerëzore të saj. Në letrën e saj, fjolla shprehu me fjalë të thjeshta, por shumë të forta, dashurinë dhe mallin për familjen. Ju jeni forca ime. Për dy vajzat e mia jetoj dhe marr frym. Ju dua pafund. Gëzuar vitin e ri. Ishte mesazhi i saj, një urim që mbante brenda jo vetëm festën, por edhe sakrificën, dhimbjen dhe dashurinë e një nëne. Teksa lexonte letrën, zëri i fjollës u drodh dhe emocionet u bën gjithnjë më të dukshme. Ajo e kishte të vështirë të mbante lotët, ndërsa çdo fjalë dukej se dilte nga zemra. Momentet më të forta erdhën kur fjolla ngriti sytë dhe pa të ëmën. Në atë çast, sytë e saj u mbushën me lodhë dhe emocionet e pushtuan plotësisht, duke e bërë të pamundur të fshihte mallin dhe dashurinë që ndjente. Ky moment preku jo vetëm banorët e tjerë të shtëpisë, por edhe publikun që e ndoqi nga jashtë. Shumë e panë këtë si një nga ato çaste të rralla ku loja ndalet dhe vendin e saj e zë realiteti i jetës. Ndjenjat e pastra dhe lidhja e fortë familjare. Fjolla tregoi se pavarësisht sfidave, presionit dhe izolimit brenda shtëpisë, forca e saj më e madhe mbeten vajzat dhe familja. Ajo theksoi se çdo hap që bën, çdo vendim dhe çdo sakrificë është për to, sepse janë arsyeja e vetme pse ajo vazhdon përpara. Pamja e saj me lodhë në sy, ndërsa shikonte të ëmën, u komentua gjerësisht në rrjetet sociale. Shumë ndjekës u shprehen se u ndjen të prekur nga ky moment dhe se fjolla tregoi një anë shumë të fortë emocionale, larg strategjive dhe debateve të lojës. Nata e vitit të ri, që zakonisht shoqërohet me festë dhe gëzim, për fjollën u këtër. Toni sqaron situatën me publikun. Nuk jam vënë pas Eliones, ndodhi që ndodhi. Pas pyetjeve të shumta të publikut lidhur me sjelljen e tij brenda shtëpisë së Big Brother, Toni ka vendosur të sqarojë hapur situatën me Elionën. Ai u shpreh se perceptimi se ishte pas saj nuk përputhet me realitetin dhe se çdo interpretim i tillë ka lindur nga rastësia e ngjarjeve brenda shtëpisë. Tani, për pyetjen e publikut pse u vura pas Eliones, nuk jam vënë pas saj, tha Toni duke qartësuar qëndrimin e tij. Ai shtoi se çdo gjë që ndodhi nuk ishte e planifikuar dhe nuk kishte asnjë motiv të fshehtë pas veprimeve të tij. Ndodhi që ndodhi. Nuk kam asgjë më të saj.
theksoi ai, duke theksuar se marrëdhënia mes tyre nuk ka qenë e bazuar në strategji apo ndjenja të ndërlikuara, por thjesht një rresht ngjarjesh të rastësishme. Toni u shpreh gjithashtu se që nga hyrja e tij në shtëpi, qëllimi i tij ka qenë të fokusohet në lojë dhe të ruajë qetësinë, pa u përfshirë në keqkuptime apo spekulime të panevojshme. Ai vuri në dukje se shpesh perceptimet e publikut ndryshojnë nga realiteti, veçanërisht në një ambient ku çdo lëvizje analizohet dhe interpretohet nga kamera. Ky sqarim i Tonit duket se synon të qetësojë situatën dhe të heqë çdo dyshim për qëllime të fshehta apo ndjenja të egzageruara ndaj Eliones. Ai pranoi se lojtarët mund të interpretojnë situatat ndryshe, por theksoi se nuk ka ndodhur asgjë që ai të ketë pasur ndonjë interes personal. Situata u komentua edhe nga banorët e tjerë, të cilët theksuan se komunikimi i hapur dhe sqarimi i ndjenjave është i rëndësishëm për të shmangur keqkuptimet. Publiku nga ana e tij, ndonse vazhdon të debatojë, ka marrë mesazhin e Tonit se çdo gjë ishte rastësi dhe nuk kishte asnjë strategji apo lidhje të fshehtë mes tij dhe Eliones. Ky moment tregon një nga sfidat më të mëdha të lojës. Kur emocionet dhe interpretimet e publikut takohen me realitetin, shpesh lindin keqkuptime që kërkojnë qartësim dhe dialog të hapur. Toni duket se ka zgjedhur. Banorët përcjellin me lot sasën para operacionit të vështirë jashtë vendit. Një moment shumë prekës ka ndodhur së fundmi brenda shtëpisë së Big Brother, duke lënë banorët dhe publikun me emocione të forta. Sasha, e cila do të niset jashtë vendit për të kryer një operacion të vështirë, u përcoll nga të gjithë me lot dhe fjalë mbështetëse, duke treguar lidhjen e fortë njerëzore që ka krijuar brenda shtëpisë para nisjes për trajtim. Atmosfera ishte e mbushur me emocione të përziera, mall, shqetësim dhe shpresë. Banorët u mblodhen pranë saj për të shprehur mbështetjen e tyre, për ta ngushëlluar dhe për t'i dhënë forcë në këtë moment delikat. Lotët nuk mund të mbaheshin, ndërsa secili shprehte me fjalë të thjeshta, por të ngrohta, dëshirën që operacioni të kalojë pa probleme dhe që Sasha të rikthehet të shëndosh pranë tyre dhe familjes. Sasha vet u duke emocionuar dhe e prekur nga gjithë ky vëmendje. Ajo falenderoi banorët për mbështetjen dhe dashurinë, duke theksuar se kjo i jep forcë për t'u përballur me sfidën e ardhshme. E di që nuk do të jem vetëm, edhe pse operacioni është i vështirë. Fjalët tuaja dhe përqafimet e bëjnë këtë moment më të lehtë për mua, u shpreh ajo, ndërsa lotët i mbushën syt. Ky moment tregoi se pavarësisht lojës, strategjive dhe konkurrencës, lidhjet brenda shtëpisë janë të vërteta dhe ndjenja e solidaritetit mund të bëhet një burim i jashtëzakonshëm force. Banorët e kuptuan rëndësinë e këtij momenti dhe refuzuan çdo debat apo përplasje, duke e vendosur mbështetjen njerëzore mbi çdo gjë tjetër. Publiku, nga ana e tij, e ndoqi këtë skenë me emocione të forta. Shumë kanë reaguar në rrjetet sociale duke shprehur solidaritet dhe urime për shërim të shpejtë, ndërsa disa e kanë cilësuar këtë si një nga momentet më të bukura dhe më njerëzore të këtij sezoni të Big Brother. Sasia e mbështetjes dhe emocionit që Sasha mori nga banorët dhe nga publiku tregon se sfidat e vërteta të jetës nuk harrohen brenda lojës. Operacioni i ardhshëm, ndonse